Tashi sot me vllazit, 6 vëllezërit që jeni, keni secili punën të ndarë, secili ka firmën e vet apo jo? Çdo një kemi firmën çdo një ka firmën e vet, çdo një ka luksin e vet, pothuajse. Kjo është një pjesë e vogël. Po çdo vëlla jeton atë luksin e dëshirës vet. Si ka dashur vet jetën me integru. Në fund funksionojmë si një shpirt. Kush dën me bë bashkë, e bëjmë bashkë një projekt, kush nuk dën, është i lirë. Ne kemi një pjesë pavarësisht se kemi shumë. Okej. Në Zvicër, a je i kënaqur me shqiptarët? A kanë arritur shqiptarët shumë në Zvicër? A janë shumë të integruar? A kanë sipas teje, a kanë arritur në sukses edhe në biznes edhe në ashtu apo? Unë jam ma tepër si i lumtur me shqiptarët e Zvicrës, ma tepër si i lumtur. Na kanë jurista, sot na kanë bankera, na kemi mjek që i kanë ordinancët e veta. Unë një pjesë të madhe për shqiptarët që jam edhe në rrjetin e biznesit edhe qashtu se kemi raporte shumë të mira me çdo një. Unë jam shumë ekstrem i lumtur. Shka nuk jam i lumtur, unë nuk jam i lumtur me politikën e Kosovës se s'po din me bë qeverinë sot. Kjo më mbrangost. Kurse këta akoma na thojmë si jena në Evropë, a kur nuk di me mësu diçka nga Evropa. Është çështje kome, jo çështje karrike. Bani qeverinë, ju lutem, bani qeverinë. Absolutisht. Falen si ndoshta s'kam nevojë për militika politika. Jo. Është mendimi jot individual, ti mundesh me bë pyetje, kërkesë, ankesë, gjithaj ke drejtat me bë sepse në fundit komi nuk është i politikan, komi është i gjithë neve. Çka kam dëshirë për shembull se unë krenona me Bexhet Pacollën, me Zemërmanën, me Femi Fetahen, me Zotin Kelmendin në pej, se është unë krenona me Devold, unë krenona me çdo një se ka ditë me kriju diçka një jetën e vetë. Jo me lind kot edhe me vdik kot. Kjo nuk është jeta. Lind edhe krijo diçka. Po, përbes... Bili bash diçka, nëse kur gjë s'mundesh me kriju, një mitësi të mirë kriju bili. Një mitësi të mirë, po. Po, është ma thjesht ama. Po, e vërtet është ama. Domethënë është për lëvdat, secili biznes që ka arrit e ka bën një imazh mirë edhe në Zvicër, sidomos ka shumë shqiptarë si puna juaj edhe shumë të tjerë që janë një faktor i rëndësishëm edhe për marrëdhëniet e... Altin qofse më lejohet vetëm një fjalë, një këshill për rinin e sotit. Hajde, për rinin e pe këshill patjetër.